Përshëndetje të gjithëve. Doni? Nana, mos fol çik sa të bëj mami pak video. 2 minuta. Sa të thëmë përshëndetje pastaj, mirë? Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Për të gjithë ju që s'mënini, unë quhem Emiliana. Sot do t'ju tregoj, si që keni parë dhe nga titulli, do t'ju tregoj për thonjt që i kam bërë. Por së pari, po ju tregoj produktet dhe më pas do të shikoni dhe videon se si i kam bërë thonjt. Çfarë kam përdorur si fillim? Si fillim është furra për të tharë gjelin. Dhe më pas është gjeli, Builder Gel, të kam përdorur. Është primary, Bond Aid, Top Quad, edhe ngjyra. Kjo është ngjyra që kam përdorur unë. Ngjyra e kuqe. Por kam edhe disa të tjera në këtë formë kështu. Dhe më pas furçat ose brusha, mund t'i quajmë si të doni. Prerësja e thonjve për t'i bërë të gjatë ose të shkurtër sa të dëshironi ju. Po mami. Ta hiqi una? Në rregull e hiqi. Në rregull? Të prish makina? Do t'a mbuloj mami, mi? Dhe si që thash, është kjo për të prerë thojt. Kjo është për të prerë kutikulat tu në anësore. Dhe kjo është për të prerë dhe kjo kutikulat. Duket? Tu? Dërsa kjo pjesa është për të limuar, por në fakt unë nuk e përdor këtë. Përdor vetëm këtë pjesën këtu. Dhe kjo është për të shtyrë kutikulat. Dhe lima. Kjo është lima që unë përdor. Dhe tipsat që duket se unë i kam mbaruar, janë drejt fundit. Edhe për njerë edhe s'bëjnë më besoj. Dhe duhet të blej të tjera. Tu kam edhe disa produkte të tjera, si që janë zbukurime, por unë nuk kam përdorur zbukurime. Po ju tregoj pak ngjyrat që unë kam. Thjesht se po kam qejf me ja u treguar. Kjo është e zezë. Kjo është e kuqja që kam përdorur, është këtu. Kjo të thoj. Kjo është një ngjyrë tjetër. Është më e mbyllur se sa kjo, është si vishnje. Kjo është një ngjyrë tjetër që është këtu. E mbaj. Më ndihmon dhe djali im i bukur. Kjo një tjetër ngjyrë. Mos e hap mami të lutem. Kjo është një tjetër. Në fakt nuk kam shumë ngjyra. Jam diku tek 5-6. Ndoshta. Edhe kjo është një tjetër ngjyrë. Ja, prit se do ta mbyll mami, mirë. Dhe pastaj janë edhe disa dekore kështu, po që s'është se përdor shumë, po që ja, këto kështu. Është një njëjti dekor, por thjesht në ngjyra të ndryshme. Hajde tregoj këtu. Hajde tregoj këtu. Hajde. S'ka gjë, hajde tregoj këtu se me ma. Edhe këto. Që mi ka derë dhe oni, jo se i kam përdorur. Hajde tregoj këtu. Opala. Pa tregoj qik. Kjo është zica, thoj. Thoj qik është zica.
Kjo është ngjyrë. Kjo është një si ngjyrë uji, por me nxica. E zezë. Ngjyrë e zezë. Bravo, e tregove, babo. Ha? Po tani, që na ka mbetur tjetër për të treguar? Kemi dhe këtë gjën më të bukurë në fund, ja këtë. Thojt e mi janë këto që shikoni këtu dhe unë kam filluar me limimin e thonjve. Për të hequr ngjyrën, fillimisht, dhe më pas për të hequr edhe gjelin duke limuar, pasi unë nuk kam një frezë. Dhe për këtë arsye, unë po I limoj thojt e mi me lim deri në heqjen e gjelit. Mbarova me heqjen e ngjyrës dhe tani do të vazhdoj njësoj duke limuar për të hequr edhe gjelin. E kam përshpejtuar në mënyrë që të mos të zgjatet shumë videoja. Dhe ky është rezultati I heqjes së ngjyrës. Më pas unë nuk filmova më, por është e njëjta procedurë që duhet të ndiqni vetëm me limim për të hequr edhe gjelin. Sigurisht që ka edhe mënyra të tjera për të hequr gjelin, siç është për shembull freza, por unë nuk e kam, siç u thash dhe në fillim të videos, dhe për këtë arsye unë do ta bëj këtë në kushte shtëpie. Tani kam filluar me heqjen e kutikulave me këtë prerse, e cila është shumë e mirë. Zakonisht këtë përdor, është edhe ajo tjetra që ju tregova tek mjetet e punës, por është edhe kjo goxha e mirë. Tani shtyjm kutikulat në mënyrë që të hapim sa më shumë hapësirë për të vendosur më kollaj produktet e thonjve.
I masim tipsat të cilat duhet të përshtaten me thojin ton. Me ngjitsin e lyejm tipsin dhe më pas e ngjitsim tek thoj. Siç e shikoni edhe në video. E kështu veproj me të gjithë thojt. Dhe Deoni që po shikon kukullat. Tani që i ngjita të gjithë, tani do t'i pres në madhësinë që unë dua, në fakt unë i dua të shkurtër, dhe për këtë arsye do i pres të shkurtër. Sepse kam edhe një bebe që duhet kujdesem për të, siç e shikoni në anën tuaj të djathtë. Bëj paçim, bëj paçim. Paçi! Tani fillova të limoj tipsin dhe gjithashtu do filloj të jap edhe formën e duhur. Këtë radhë mendova që t'i bëj në formë katrore, sepse në fakt si kam provuar asnjëherë në këtë formë. Kjo është edhe forma që unë i dhash thonjve. Dhe tani do të vazhdojmë të lyejmë me primerin. Primerin nuk do ta thajmë në furrë, thjesht do të lyejmë shumë pak dhe do ta lëmë që të thahet për pak minuta. Tani do t'i lyejmë me Bond 8 dhe duhet të kemi shumë kujdes që të mos prekim ansoret, sepse nëse ne prekim ansoret, atëherë thoji do të hapet. Tani do t'i thajmë në furrë për gati 1 minutë. Dhe kështu do të veprojmë me të gjithë thojt e tjerë.
është radha e gjelit. Tani duhet të vendosim gjelin dhe duhet të kemi sërish shumë kujdes që të mos prekim ansoret, sepse në rast se kjo ndodh, atëherë thoi do të hapet dhe nuk do të funksionoj. Me furçën do të marrim shumë pak gjel dhe të vendosim një shtresë shumë të hollë . Më pas e kthejmë në këtë formë siç po e bëj unë tani në video dhe godasim në mënyrë që të nivelohet edhe gjeli.
Tani do t'i fshim me alkool. Çfarë do lloj alkooli që të keni nuk ka rëndësi. Unë i kam fshirë me raki, kam lyer një pecet me raki dhe po i fshi, duhet fshirë sepse pas kësaj vjen procesi i limimit sërish, ku duhet të arrijë në perfekcion thoji. Dhe në rast se nuk i fshim, atëherë gjeli do të na ngjitet në lim dhe kjo do të na vështirësoj punën. Dhe tani fillojmë me limimin e thojve, derisa të shohim që thoji është perfekt dhe nuk ka nevojë më që të limohet. Pasi kemi fshirë mirë thojt në plurat, tani do fillojmë t'i lyejmë me ngjyrën. Unë kam zgjedhur ngjyrën e kuqe dhe kështu le të fillojmë. Duhet të kemi shumë kujdes sërish, gjithmonë duhet të kemi kujdes që të mos prekim ansoret. Dhe nëse jo ndodh që të prekni ansoret, duhet t'i fshini mirë përpara se t'i thani. Dhe ky do të jetë procesi i fundit. Tani e ka radhën top 4, shkëlqyesi. Duhet i lyejmë sërish me kujdes, efekt saktë. Leoni tani po lan makinën, dale qik, t'ju tregoj dhe juve. Po e lan ti atë? Mami, po lan makinën? Ke qenë. Ke qenë mami, pas tërtori jem ti.
Pa thuaj qik pashim këtu dhe pastaj ti jesh mami. Pashi! Ju dua shumë. E shumë! Bravo! Pashim edhe nga mua, ju duam shumë. Edhe prit i thot mami dhe një gjë, prit. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, mos harroni të bëni like, subscribe dhe komentoni këtu poshtë se si ju duken thojtë. Tani, le ta mbyllim këtu. Miru pafshim